Më 23 prill 2025, kreu i PSD Tom Doshi sfidoi Berishën dhe Ramën, duke i paralajmëruar se partia e tij do të merrte një mandat deputeti në Kukës, por në ç'formi kishte bërë llogari Doshi për të marrë mandatin e deputetit. Strukturat e posaçme për hetimin e krimeve zgjedhore në Kukës, në bashkëpunim me SPAK, ka kapur në flagrancë 27 vjeçarin Kalosh Peposhi, duke bler vota në Kukës për partinë e Tom Doshit. Sipas policisë, 27 vjeçarit i është kapur edhe një shumë e konsiderueshme parash, të cilat dyshohet se do t'i përdorte për veprimtari kriminale të korrupsionit aktiv në zgjedhje. Peposhi ishte dënuar më parë për kultivim të bimëve narkotike në Mbretërinë e Bashkuar. Në kërkim është shpallur edhe kushëriri i tij Gazmend Peposhi. Gjatë ditës së sotme, policia në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK ka ushtruar kontrolle në banesat e Gazmend dhe Kalosh Peposhit, shkruan Prapaskena. Policia bën me dije se po punonin intensivisht me qëllim identifikimin e personave ndaj të cilëve ka dyshime se janë dhënë vlera monetare për orientimin e votës së tyre ndaj PSD-s. Policia dhe SPAK po hetojnë rrugët nga kanë ardhur parat.